Dredheza apo siç njihet ndryshe edhe si lule shtrydhe, për shkak të veçorive të saj biologjike, ka kërkesa të mëdha për përgatitjen e tokës. Tokat më të përshtatshme janë ato humusore dhe aluviale. Për të siguruar që toka është e përshtatshme, paraprakisht duhet të bëhen analizat kimike të tokës, në mënyrë që të njohim gjendjen e elementeve ushqyese në tokë. Toka me përmbajtje të lartë të kalciumit, gëlqeres, nuk janë të përshtatshme për kultivimin e lule shtrydhes. Kemi fillu mënyrën e implementimit projektit, gjithnjë tu konsultu me mu edhe fermerin, edhe kemi ngrit, me sistem pik-pik, folin, edhe fidonet janë të importume prej Polonis, janë fidonet cilësore, me certifikat fitosanitare, me pasaport bimore edhe të klasit A. Tu e kem të mjellum, janë 4 hektarë drezajnë. 2 janë këtu, 2 janë fshatin Shushit. Ideja për mjellin e drezav ka ardhë se në këtë vend ka drezat naturale që i thojmë Nategra, edhe në komunën e Istogut nuk ka të mjell me dreza, edhe kemë bon një testim me agronomin, kemë përkrojnë nga ministria, nga komuna. Fidonet e kemi pru për Evropë, janë për Poloni, janë të prume, janë të mjelle, janë certifikume të fitosanitarët, çdo konë bo analiza atyne janë në rregull. Pasi të jenë hedhur plerat dhe të jetë kryer plehërimi, frezimi dhe rafshimi i territorit, fillohet me përgatitjen e leheve. Shumë e rëndësishme është që pjesa sipërfaqësore e tokës të jetë e shkrifëruar mirë dhe me lagështi mesatare. Nëse toka është e thatë, para se të përgatiten lehet, duhet ujitur sipërfaqja 1 deri 2 ditë para. Gjithashtu mas e domosdoshme është edhe rulimi i leheve të përgatitura paraprakisht me anë të një rulje me një peshë mesatare rreth 200 kg, me qëllim që të menjanohet hapësira e ajrit, të cilat mbeten pas frazimit të sipërfaqes dhe pas përgatitjes së leheve. Të gjitha këto do të reflektohen edhe në vitet vijuese. Në cilën fazë kemi mbri, Efrem? Po, është e dyta herë që kom bol ushqimin për rronjë që kom. Po. E kom lag për ushqim për flet. Po. Edhe për mbrojtjen e fletëve jo kom bë ato. Tash është nëse më ke thonë edhe 2 faza më janë për lagjen për rronjë ushqim afet me kristale. Po, me plek kristal. Edhe për marr deri te lulëzimi, edhe te lulëzimi më ke thonë edhe fazën e borit. Po. Fazën e borit e kom bës përkatjen për mos daljen e borit. Ta vish me kashtën do të më shku. Po, nërmjetat me bo me kasht. Me kasht. Njësho. Sistemin pik-pik? Po, e kom një herë, e kom bo se s'ka nevoj. Po, tresh në herë, veç një herë. Ta është veç për shijet që ka nevoj edhe pak? Po, e ke vajt edhe ti. Së është faza e zhvillimit. Në formimin e frutit kem nevoj me shtu kalciumin, sidomos e rrit në pesh frutin edhe merë formë të mirë frutit. Po, qashtë. Që ato regla s'ka po thuti jem të ju. Po, për shijet, shumë mirë. Jem në fazën ku smundjet paraqiten, në fazë më të madhe, e kemi kalbzimin, na duhet me trajtu me fugnicide. Masanena duhet edhe një kontroll kundër insekteve, mos po na paraqitet ndonjë insekt, na duhet edhe një trajtim kundër insekteve, edhe tani shikojmë se sa ka nevojë ajo. Pas ndërtimit të leheve duhet të bëhet vendosja e tubave të sistemit të ujitjes me pika. Numri i tubave që do të vendosen për ujitje varet nga numri i rreshtave të bimëve. Është e këshillueshme që vendosja e fletëve të polietilenit për mulqirim të bëhet në mot të ngrohtë, sepse në këto rrethana polietileni do zgjatet më mirë dhe gjatë ndryshimit të temperaturave do të ruaj formën e kërkuar. Në fushë të hapur rekomandohet gjithashtu përdorimi i kashtës ose barit të kositur, që ndryshe njihet edhe si mulqirim për mbulimin e përkohshëm të bimëve. Kjo mënyrë ndihmon në ruajtjen e lagështisë dhe parandalimin e mbirjes së barojave të këqija. E kemi bo grupimin e një bonarit për ujë, ka ujë të mjaftueshëm, e kemi bo sistemin pik-pik, që është e nevojshme, përmes sistemit pik-pik bëhet edhe ujitja, bëhet edhe ushqimi i tyne, që është ato kristalet para rronjë, i kisha lut edhe gjithë fermerët, ose agronomët që do të mjellin fidonet dredh, apo mjetrës, apo mullës, apo çka do ta bojnë analizën e tokës, analizën e ujit, edhe të konsultohen me agronom për fidone, çfarë fidone, ka kanë prejardhjen, a kanë farë smuje, a janë testume për këtu.
vazhdimisht rrim në kontakt me fermerin në fazën e zhvillimit BIM-s. Tash jem në fazën kur BIM-a ka nevojë për fuqizimin e rrajnëve, ku i japim ushqime kristalore përmes sistemit pikpik për zhvillimin e rrënjes. Tani vijnë fazat përmes zgjedhjeve, ushqimi përmes zgjedhjeve. Tani në lul e shtojmë elementin e borit për me majt lulat mos më ra para kohën tokë dhe me fuqizu sa më shumë lula. Pasane e kemi fazën kur fruti po i sa formum ka nevojë për elemente për kalciumin, e shtojmë dozën e kalciumit dhe vazhdimisht e përcjellim kundër insekte ose smundje që mundet të na paraqit ndaj kalbzim ose diçka deri te tregu. Ndërrimi i fidanëve të dredhësës bëhet zakonisht në leha me rreshta dhe distanca midis rreshtave në lehë është 35 cm, kurse distanca midis bimëve në rresht 30 cm. Fidanët e luleshtrydhës mund të jenë edhe të gjelbër në vegetacion të plotë. Luleshtrydhja mund të mbyllet gjatë gjithë vitit, megjithatë më të këshillueshme janë mbjellja pranverore në muajin mars, mbjellja verore në korrik gusht dhe ajo vjeshtore në muajin shtator. Pas ndërrimit të fidanëve të luleshtrydhës, duhet filluar përkujdesje ndaj fidanëve gjatë gjithë vegetacionit, e sidomos në fillim ku për shkak të temperaturave të larta në kohën e mbjelljes dhe gjendjes kritike të fidanëve, kërkohet sasi e konsiderueshme e ujit dhe pleherime të shpeshta plotësuese. Po ashtu, gjatë gjithë jetës së saj, luleshtrydhja kërkon kujdes të vazhdueshëm. Për më shumë këshilla, vizitoni faqen www.këshillabujqësore.com.